Ecja në rrugët e qytetit të Durrësit është një sfidë e vërtet, veçanërisht për këmbësorët. Këta të fundit përballen me zënjen e trotuareve. Së bashku me qytetarët, këtë sfidë duhet ta përballojnë dhe turistët, veçanërisht ata që vijnë me grupe, si në këtë rast. Tavonina dhe karrige lokalesh, shitje në rrugë dhe gjithçka tjetër. Është kjo panorama që haset në çdo rrugë. Pamjet e marra janë fokusuar në rrugë të ndryshme në qytet dhe siç mund të shihet, pamja është e njëjtë. Rrugu është e vështirë të shohësh një hapësirë të lirë për të ecur. Është kjo panorama që shfaqet në shumë rrugë të Durrësit. Me afrimin e stinës së verës, lëvizja e këmbësorëve shtohet në qytet, çfarë nxjerr edhe më shumë në pas situatën. Pamjet e marra tregojnë se si qytetarët në shumë lagje dhe rrugë zgjedhin ku të ecin mes vështirësive, ndërsa të gjitha trotuaret janë shndruar në vende tregtimi dhe shërbimesh.